Allahu është ai i cili i udhëzon ata që ai vetë dëshiron t'i udhëzojë, ata të cilët Allahu i ka përzgjedhur. Dhe pikërisht nga kjo piknisje, nga fakti se Allahu na ka përzgjedhur dhe na ka udhëzuar, duhet të buron dhe të fillon mbi njohja dhe falënderimin dhe Allahu subhanahu wa taala për këtë udhëzim. I falënderuar qoftë Allahu i cili na udhëzoi në këtë, në fenë islame. Dhe po të mos ishte Allahu xhaleshanu, ne asnjëherë nuk do të kishim mundësi që të udhëzojmë vetveten. Për veçorive të islamit që i kanë përmend dietarët, e para është se kjo është fe të cilën e ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Islami i ka dy kuptime. E ka kuptimin e islamit të përgjithshëm, që do të thotë feja të cilën Allahu ka shpall të gjithë pejgamberëve, duke filluar prej te Ademi deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është kuptimi i përgjithshëm i fjalës el-Islam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga hamendja, ai e flet atë të cilën Allahu ja ka shpall. Prandaj çdo gjë që ka të bëjë me fen e që e ka thënë i dërguari i Allahut është shpallje prej Allahut subhanahu wa taala.